Koha po ecë, pritja tashmë shkurtuar, por kujtesa jonë nuk shkurtohet. Përkundrazi, sa më shumë afrohet dita, aq më zëshme duhet të themi atë që kemi për të thënë. Dhe sot jemi këtu për ta filluar numërimin së propthi. Nga sot, çdo ditë që kalon, çdo orë që është drejt fundit, çdo minutë që numërohet, do të na kujtoj se 16 shtatori po afrohet. Ky ekran këtu është simbol i pritjes sonë në Prishtinë, por ekranet e ngjashme do të vendosen gjithandej Kosovës, sepse këto janë më shumë se ekrane. Janë një mesazh për familjet që presin, një mesazh për ata që janë në Hog, dhe një mesazh për gjithë botën që Kosova nuk harron. Nuk harron kush luftoi, nuk harron kush sakrifikoi, nuk harron kush negocoi në Rambuje, nuk harron kush e siguroi ndërhyrjen e NATO-s, nuk harron kush e bëri Kosovën të lirë, të pavarur dhe të integruar në botë. Dhe nuk harron ata që sot, për shkak të asoj rruge, që 6 vite po përballen me këtë proces të padrejtë. Ata që dikur numëronin ditët deri te liria, sot padrejtësisht i numërojnë ditët brenda mureve të izolimit në Hog. Por sot, edhe nga këtu, po e thojmë qartë, ata nuk janë vetëm. Pas tyre janë familjet, pas tyre janë bashkëluftarët, pas tyre janë miqët, pas tyre është një popull që nuk harron sakrificën. Dhe pas tyre është një Kosovë që nuk pranon që historia e saj të shkruhet pas zërin e saj. Të dashur qytetar, numrimi që fillon sot nuk është vetëm numrim i ditëve, është numrim i kujtesës, është numrim i përgjegjësisë, është numrim i zërit tonë, sepse një popull që harron historinë e vet, rrezikon ta humbë edhe të ardhmen e vet. Sepse ne duam që këto ditë mos të kalojnë në heshtje. Duam që çdo ditë, deri me 16 shtator, të jetë një ditë kujtese, një ditë bashkimi dhe një ditë qëndrimi. Nga Prishtina në çdo komunë, nga sheshet në lagje, nga institucionet në familje, le ta bëjmë këtë numrim të dukshëm. Le t'i mbushim hapësirat publike me flamojt Kosovës dhe të OÇK-s, jo për të kthyer kohën pas, por për të ditur se nga kemi ardhur. Prandaj kjo thirrje është për secilin, për ata që kanë përjetuar luftën dhe për ata që kanë lindur pas luftës. Për prindrit dhe fëmijët, për të rinjët dhe të moshuarit, për çdo shqiptar dhe qytetar që Kosovën e ndihen si atë. Ne mund kemi mendime të ndryshme për politikën, mund kemi rrugë të ndryshme për të ardhmen, por për lirinë që kemi fituar me gjak, për sakrificën që kemi paguar shtrejt dhe për të drejtën për të treguar historinë tonë, duhet të jemi bashkë. Ndryshe për politikën, bashkë për Kosovën. Kosova nuk lejon që sakrifica për liri të relativizohet. Kosova nuk lejon që historia saj të deformohet. Dhe Kosova nuk do të heqë dorë nga kërkimi për drejtësi. Të dashur qytetar, pra sot fillon ora, por bashkë me të do të filloj edhe diçka tjetër, angazhimi ynë. Let mos numërojmë vetëm sot ditë kanë mbetur deri me 16 shtator. Le të numërojmë so herë do ta kujtojmë historinë. So herë do ta themi të vërtetën. So herë do t'ju tregojmë fëmijëve tonë se liria nuk piku nga qielli. Ajo fitua me guxim, me sakrificë
me jetë. Prandaj nga sot, deri me 16 shtator, le të kthejmë pritjen në veprim, le ta kthejmë numërimin në kujtesë, le ta kthejmë kujtesën në bashkim, sepse Kosova e din historinë e saj, sepse Kosova e kujton sakrificën e saj, dhe sepse Kosova është krenare me luftën e saj çlirimtare. Mbi të gjitha, Kosova nuk heq dorë nga e drejta për ta mbrojtur të vërtetën e saj. Me 12 shtator, të jemi gjithë bashkë në Prishtinë. Kosova po i pret bijtë e saj, ju falenderit shumë. Besoj nga regjia jemi gati për shtypur edhe butonin e pritjes, që nga ky moment e në gjithë Kosovën do të ecin minutat mbrapsht për 16 shtatorin, momentin e vendimit historik. Nga sot e deri në 16 shtator ju lutem vëmendje të